vendosur që t'i ndajmë 2 mirënjohje. Një mirënjohje është për arsimtarin Mitat Ramadani, i cili dha kontribut që disa vite për me nxënësit e shkollës tonë pa u lodhur dhe pa pushuar fare. Ftoj Mitat Ramadanin që ta merr mirënjohjen. Drejtori i shkollës veç e përmendi se në fshatin ton ka ende njerëz të mirë dhe njerëz human, të cilët i ndihmojnë fshatin dhe nxënësit ton. Pra kjo mirënjohje shkon për Valton dhe Albina Jakupin, të cilët kanë ndihmuar nxënësit e shkollës ton dhe kanë paguar kuzhinën për 1 vit. I falenderojmë përzemërsisht për punën që kanë bërë për nxënësit e ton dhe ftoj nënën mësuesen Emine Jakupi që ta merr mirënjohjen në emër të djalit dhe nusës së saj. Edhe pse janë mërgjim, ata nuk e harrojnë vendlinjën, ata janë të këtu, gjithmonë kanë me na gjetë, kanë me na shërbyer neve këtu. Faleminderit për këtë. Kolosin e mbajnë gjallë veprat, për ty Muharrem vëllau ynë, fshati jon Hexhvalle fest. Trimëria në zemra tona, gjallë ku vendon e lirë. Në fshat krijove miqësi, diellin e patë në ballë, shqiponje në zemër, hanon mbyll në krahëror. Lirin në kishe pridal, punove për mirëqenje vendi, besnikëri krijove kudo. Të ndëruam fshatarët në ballë, edhe kur qielli ishte torbolt. Luftën e bëm për liri, jo për shtrydhje drejtash, për abetarën dhe shkrimin, ku do të mësohej lëvizshëm? ABC-ja manastirit, edhe të këndoj lirshëm. Luftë për diturinë e ditar, me mësues të korrin fitore. Nga aja, deri tek e pronëta, nuk do të ketë largim. Ne nuk kemi turqë në madh, kemi o gjak dhe shtëpi. Sof në shtruar për meq të vjetër, sa guri i hutit në këtë troje bën fole. Kur u krijua kjo tokë, ku buku si thahet bukë, e ujit uj, në sofra tona, shqiptar të këtij mëngjelli, në sofra shqipa ta drekuan. Letë e zeza u dëkë në fshat, për ata ne jemi armiq, kurse luftuan për të tjerët, e armikun e ndihmuan me pushk. Po fjala Muharremi qoj pesh, në xehrare pa numër për nësoj, me xeher i ndërtuan vendin. Siguruan buk dhe pak qiell, për fëmijët bonjak dhe pastre. Hecëm drejt anëmëris, fitoren ta gëzojnë, edhe ne, si ishim zotë të këtij vendi e to.